Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën e sigurisë dhe të politikës, çështje do t'i diskutojmë me gazetarin Shfrytëzim Dakaj. Zoti Dakaj, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit edhe për juve. Zoti Dakaj, mbledhja e Këshillit të Sigurisë, kryeministri Kurti ka ngritur alarmin se Serbia po minon krijimin e institucioneve të reja, por duket më shumë një mbulim i dështimit politik për gjetur konsensus apo ka realisht vend për t'u shqetësuar? Mendoj se duhet ta trajtojmë me dy rrafshe. E para është faktike, ajo që është kërcënim i vazhdueshëm i stabilitetit të Kosovës prej strukturave kriminale, të cilat kryesisht janë të përqendruara në veri të Kosovës. Por këtë vikend, siç kemi mujtë me pa zhvillimet, domethënë organet e sigurisë rrënën me lokalizu dhe me arrestu një grup të madh që ishte i ndarë në 4 grupe e që në vikend e shfrytëzojnë si rëndom të disa festa fetare të shpikura, edhe që fshihen mbrapa kisha dhe pelegrinazhe ndryshme që mbrapa kanë qëllime të caktuara për destabilizitetin e Kosovës, ose tendencën për me destabilizu Kosovën. U arrestuan 14 prej tyre, që në fakt organet e sigurisë vetëm gjatë vikendin rrini me zbulu që mbrapa aty në organizime fetare në Prizren dhe në Gjakov ishin 4 vetura me targa të Serbisë, e ku pas ndalimit dhe arrestimit e tyne rezultoi se 4 prej tyne ishin të struktura larta të sigurisë së Serbisë. E që në fakt u gjetën edhe prova që dëshmojnë se kishin në plan ndoshta ndonjë aksion ose ndonjë qëllim të caktuar për me kriju situata ose destabilitet në Kosovë. Kur flasëm për 4 prej tyne, do të thosh edhe pjesa tjetër në ka qenë prej 14 arrestuar, rezulton që 4 prej tyne janë në strukturat e larta të sigurisë së shtetit Serbisë, e madje edhe në pozita aktive aktualisht. Janë arrestuar, janë ndalu fillimisht për 4 tetor dhe po vazhdojnë procedurat të organet e drejtësisë. Mirë, po ajo që dihet në vazhdimsi është që Serbia prej natën 9 e kënena nuk është dalë asnjëherë për me, si të themi, me qëllimin e tyne për me zhbon Kosovën edhe me pengu në çdo proces. Natyrisht që Kosova ka disa obligime që dalin prej paketës së Atisarit, që në fakt buron edhe shpallja e pavarësisë së Kosovës, e ku janë të drejtat që shteti dhe Republika e shpallur e Kosovës me shumë zëmërgjërsi ju ka dhënë minoritetëve, e në këtë rast edhe minoritetit serb, e që fatkeqësisht po kishte përdorur prej strukturave shtetërore të Serbisë, prej Beogradit, e gjithashtu edhe prej tashmë kontrolluarve ato që njihet lista serbska që në kryet e saj edhe zyrtarisht ka qenë kryekriminali që u pa që boni përpjekje edhe